deputet të Kuvendit Kosovës, po i afrohemi ditës kur do të shënohet 6 vjetori i shpalljes së pavarësisë Kosovës. Mund themi që pika më e lartë e kësaj pavarësie ishte shpallja, që prej atëherë nuk pati zhvillim ekonomik e punësim, nuk pati shtrirje të sovranitetit dhe vendosje të integritetit territorial dhe nuk pati as zvoglim të korrupsionit e të krimit. Mbi të gjitha vazhduan edhe negociatat e padrejta me Serbinë, edhe privatizimet e paligjshme. Prandaj, nëse Republika e parë e Kosovës, pra ajo që u shpall me 2 korrik të vitit 1990, ishte republikë për rezistencë në kushtet e okupimit dhe të apartheidit, kjo Republika e 17 shkurtit të vitit 2008 doli të jetë republikë për shitje. Po them republikë për shitje sepse ajo përherë ishte dhe vazhdon të jetë në njërën anë republike negociueshme, kurse në anën tjetër republike privatizueshme. Republika e dytë e Kosovës është bërë republike pakicës dhe jo republike shumicës. Është interesante që shumë qeveritar për dhe deputet që i mbështesin edhe negociatat edhe privatizimet, orvaten të mbrojnë shtetin e pavarur dhe Republikën e Kosovës prej lëvizjes vetëvendosi. Pra këta politikan që bëjnë paqe të turpshme e kompromise të kalbra me Serbinë, këta politikan që Republikën nga një res publika e shëndrua në një res privata, e pas kanë gjetur armikun e pavarësisë vetëvendosje. Përderisa Serbia po forcohet për brenda Kosovës, përderisa korrupsioni e pabarazia po rritën, këta politikan të regjimit shtiren se po e mbrojnë pavarësinë duke sulmuar vetëvendosje në çdo hap. Bëhet fjalë për të njëjtit politikan që betoheshin te Ahtisari dhe paketën e tij e cilësonin të shenjtë. Tash pikërisht këta janë të gatshëm për ndryshime kushtetuese, për privilegje e favorizime partikulare sipas përkatësisë etnike. Prej asociacionit të komunave me shumicë serbe, ku do të sundoj partia e qetnikëve nga Beogradi, e deri tek amnistimi i kriminalëve serb nga Veriu, prej tendencave të vazhdueshme për ulse të rezervuara edhe për 1-2 mandate, e deri te pazaret e paralajmëruara për Trepçën e Ujmanin, të gjitha këto projekte kundër Republikës e kanë gjetur mbështetje në këtë qeveri dhe në këtë kuvend dhe kritikën parimore e kundërshtimin kategorik vetëm të lëvizjes vetëvendosje. Deputet Kuvendit Kosovës, Republika e dytë e Kosovës nuk do të mbjetoj kështu. Ne duhet të kalojmë të një transformim i shtetit tonë nga privatizimi abuziv që fabrikat i shndrojnë në qendra tregtare të shteti zhvillimor që ekonominë e orienton prodhim. Nga pazaret me Serbinë që po na bosnjëzojnë shtetin, të sovraniteti republikan që e bashkon Mitrovicën dhe na heq edhe ne në 1.3 të Kushtetutës që i përket konceptit të Brezhnjevit për sovranitet të limituar. Ky transformim do të shënonte Republikën e tretë Kosovës, Republikën e vërtetë. Na duhet pra një republikë e re për ta shpëtuar Republikën si ide e si vlerë, si politikë aktuale e si realitet shoqëror.